kam kënaqësinë t'ju njoftoj se bashkë me zotin Ramoni dhe anëtar tjerë të listës Familja kemi bo marrëveshje për koalicion dhe bashkëpunim para dhe pas zgjedhjeve. Qëllimi i këtij koalicioni, kësaj marrëveshje, është që të bashkojmë forcat në funksion të asajna që bëjmë progres edhe ta ndryshojmë gjendjen vend. Tu përfshi ekonominë, drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, energjinë, sigurinë dhe normalisht të pas kujdes edhe për mirëqenien dhe familjen. Unë jam i bindur se ky është një koalicion i qëndrueshëm dhe bashkërisht ne do të kemi sukses. Normalisht që do të kemi pjesëmarrje nga lista Familja në listën zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës dhe është vlerë shtune gjithë kandidatët për deputet që do të jemi në listë të përbashkët dhe une veç besoj sukses, besoj në korrektësi edhe kështu do të jetë edhe kështu do ta përfundojmë.